mi mbrëmë dhe faleminderit për privilegjin për të shërbyer juve. Prezenca juaj sot këtu thot shumë për rreth jush dhe dëshirën që ju keni që për të qenë ai që Zoti do që ju t'jeni. Dhe dëshira juaj për të ndihmuar, për të kujdesur për njerëzit e Perëndisë. Kështu që është një privilegj për mua që të jem shërbyesi juaj sonte dhe nesër në mbrëmje e gjithashtu edhe të bërkuar në mbrëmje. Ne fluturojmë të njëjtën mbasdite në Amerikë dhe habitëm sa shpejt kohë ecën që nga momenti që kemi ardhur, po ka qenë një bekim që të isha me disa nga ju në konferencë dhe në shërbesën dje dhe një bekim që të jemi sot këtu me ju në këtë klasë. Shpirtët tuaj janë aq të vyra sa që Krishti deri gjakun e tij për shpëtimin tuaj. Dhe gjithashtu edhe frymrat atyre të cilët ju i shërbeni. Vdekja e Krishtit vendosi çmimin e frymrat atyre dhe është një gëzim për mua që të shërbej juve dhe në procesin për t'ju në mënyrën se si ju shërbeni në jetën tuaj dhe në shërbesën tuaj. Nëse dëshironi mund të hapni Biblat tuaja tek Romakët kapitulli 7. Romakët 7. Nuk kam i sigurt se sa larg do të shkojmë në këtë kapitull, se cili nga këto mbrëmje, por ne do të shkojmë aq larg aq sa mundemi. Do të kalojmë gjithë natën sot dhe një pjesë të ditën nesërme, do të kalojmë tek Romakët 7, kapitulli 7. Nëse ju jeni ashtu si unë, kapitulli i Romakëve 7 nuk është një kapitull shumë i gëzuar, kur unë mendoj për Romakët 5, Romakët 6, Romakët 7 dhe Romakët 8, nëse do të merrja një anketë dhe do të thoja se cili nga këto 4 kapitull është më ai që dëshironi, disa thonë kapitulli 8, shumica për nesh do të thonë kapitulli Romakët 8, disa mund të thonë Romakët 5 ose Romakët 6. Por jam shumë i sigurt që asnjë për nesh nuk do thotë Romakët kapitulli 7. Por unë e di që kur ne si kish rreth 5 vitesh studiuam rreth Romakëve 5, 6, 7 dhe 8, ne titulluam këtë seri Udhtim në zemrën e Ungjillit. Dhe unë personalisht rash në dashuri me Romakët 7 dhe e kuptova se gjatë gjithë këtyre viteve unë kisha nënvlerësuar vlerën e saj praktike. Nuk e di nëse e bëni këtë për ndonjëherë, por unë mendoj për kapitujt në shkrimin unë mendoj për ngjyrat. Dhe kur mendoj për Romakët 5 që është rreth shfaqsimit, ngjyra që unë është ngjyra e bardhë, pra që mendoj për shfaqsimin. Për shkak të drejtësisë së Krishtit ne jemi të veshur. Kur mendoj për Romakët 6, mendoj për ngjyrën gri, ngjyrën e shile, në cilën mendoj që këtu është ec, është pali thotë që kjo është ajo se si ju vazhdoni të jetoni shëtrimin tuaj dhe atë çfarë Krishti ka bërë për ju. Kur mendoj për Romakët 8, mendoj për një ngjyrë të hapur, ngjyrë ari, të verdhë, është një kapitull plot me diell, plot me mrekullitë e Ungjillit dhe me triumfin që na përket neve në Krisht. Romakët 8 digjet pa aq shkëlqyeshëm në mendjen time ashtu si sa dhe dielli djeg në mesditë. Kur mendoj për Romakët 7 ose para 5-6 vitesh, ngjyra që vjen në mendjen time është ngjyra gri. Është zvarritja, shkurajimi, dekorimi, është kapitull pra. Në mes të katër kapitullit mrekullueshëm 5, 6 dhe 8, çdo gjë që duket gri, disi me re ose e mbi ngarkuar, e rënd, është duket sikur dita e sotme që është sot ditë në ecën përmes shiut për të ardhur këtu dhe gjithë ajo që shikoni jashtë tani është duket si Romakët 7. Ndjej për mua, është një kapitull që ti do të hapësh çadrën në mënyrën që ti të kalosh përmes kapitullit. Dhe ti dëshiron që të ecësh me nxitim, me qëllim që dalësh nga 7-a dhe të shkosh ke 8-a, në dritën e diellit. Por përsëri, ashtu sikur ndërsa ne studiojmë Romakët 7, 5-6 vite përpara kur studiuam për këtë,
Unë mendova që ngjyra e këtij kapitulli ndryshoi dhe bëj një kapitull ngazëlues, do bëj një kapitull e mi më të favorshëm për shkak të vlerave praktike dhe modeleve që ne shikojmë tek apostulli Paul në këtë kapitull. Ka disa gjëra që në këtë kapitull, veçanërisht në gjysmën e dytë të kapitullit, që janë vështira për të kuptuar dhe për të marrë me ta, por ne do të bëjmë më të mirë që ne t'i kuptojmë. Disa nga këto gjëra që unë pranoj përpara jush, akoma jam duke studiuar këtë kapitull dhe e di që duhet një rrugë më gjatë për të studiuar, për të kuptuar më mirë se çfarë thuhet nga Romakët 7, por unë shpresoj që ne do të ecim me një vlerësim të thellë të kapitullit 7 të Romakëve për shkak të modelit që gjejmë këtu. Një nga temat e këtij kapitulli, veçanërisht në pjesën e dytë të kapitullit, është marrëdhënia e ligjit me mëkatin. Marrëdhënia e ligjit ndaj mëkatit. Dhe gjysma e dytë të kapitullit është plot me shprehje të cilët ne luftojmë, gjëra që luftojmë me mëkatin. Kur arrim tek Romakët, që gjysma e dytë e Romakëve 7 është kërkimi më i ndershëm, më i plot, më i gjatë, një rrëfim i mëkatit dhe betejën me mëkatin, luftën me mëkatin që ne e gjejmë kudo në faqet e shkrimit, që është krejt mahnitshme. Ja këtu është Pali, një drejtues shpirtëror që ka qenë që pranon dobësitë e tij, pranon të procesin se si ai vendos modelin, shembullin si një drejtues frymëror për ne. Ka disa që përpiqen të drejtojnë njerëzit e Perëndis pa qenë kurrë të lëndueshëm, dhe ata dështojnë dhe ata përpiqen që të tregojnë vetëm anën e fortë të tyre, forcën e tyre, duke shpresuar që njerëzit në fund të kësaj do të inkurajohen që të ecin në fitore. Por problemi me këtë është që çdo njeri që ju po i shërbeni, ata po luftojnë me mëkatin dhe ata do të inkurajohen të dinë që edhe ti po lufton me mëkatin gjithashtu, dhe që gjetjet dhe fitoria juaj dhe është në Krishtin, që përfshin dhe fuqin edhe për të rrëfyer mëkatet tuaja. Ne duhet që të modelojmë atë në mënyrën transparente që Pali shfaq në këtë kapitull, dhe si drejtuesi ynë për të tjerët. Është mrekullueshme dhe ne vlerësojmë këtë derisa ne ecim. Ky kapitull do të ndihmojë juve në betejat tuaja personale me mëkatin, në luftët e. Thjesht le t'ju bëj një pyetje, sa prej jush akoma lufton me mëkatin? Ngrini dorën. Pra, çdo dorë u ngrit. Mua më kujtohet kur unë jam 52 tani dhe më kujtohet kur isha 19 vjeç, unë kisha një muaj e gjysmë më parë që e kisha dorëzuar jetën Zotit dhe rreth 6-7 javë më vonë isha në një takim mëngjesi burrash. Isha 19 vjeç dhe isha kaq i ngazëlluar. Ndjej sikur gjithë mëkati im brenda me kishte hikur, ishte larguar, ishte pastruar dhe unë po eca në fitore, në një fitore që nuk e kisha përjetuar më parë, dhe më kujtohet që isha ulur në atë takim mëngjesi burrash dhe po mendoja për veten time. Dhe unë mendoj që kisha që mëkatin tim të mëkatit që ishe marrë fund. Pra, që nga kjo moment deri më tutje unë do të hec vetëm në fitore. Shikoj prapë në këtë moment dhe habitem se sa naiv isha në atë kohë. Po nuk kisha askush që po më depërshëllizonte, nuk kisha asnjë që mik të ngushtë dhe me muaj dhe vitet që erdhën, nuk mund t'ju them se çfarë zhgënjimi dhe se si unë ndjeja, se sa jeta ime e krishtere nuk po materializoj në diçka që unë po prisja që të materializoj. Kisha pak kuptim të vogël për mëkatin që ishte brenda meje. Nuk kisha asnjë kategori teologjike që se ku ta vendose këtë, aq më pak se çfarë të bëja me të. Dhe kështu që kishte shumë zhgënjime në rrugën përpara meje. Kështu që ky kapitull do të ndihmoj juve në betejat ose në luftat tuaja personale, gjithashtu do të ndihmoj juve që të ndihmoni të tjerët në luftrat e tyre me mëkatin. Gjithashtu,
do t'ju jap juve një perspektivë që të merrni, që se si ju silleni me vëllezërit dhe motrat të cilët kanë probleme me mëkatin që jeton brenda tyre, që është brenda tyre, ashtu siç edhe ju bëni, duke përfshirë edhe anëtarët e familjeve tuaja. Kjo na jep një figurë ose pamje realistike që edhe vëllezërit dhe motrat në Krisht dhe familja në kishën lokale. Mendoni pak për mua, unë di nga ana ime se unë kam mëkatin brenda meje, mëkatin që banon. Unë e di që Biblia e quajnë këtë mishin mëkatar. Duhet merrem me këtë çdo ditë dhe nuk ja dal mirë çdo ditë. Pastaj 28 vite më parë unë u martova me një grua të bukur që quhet Dona dhe ha mençoni, edhe kishte mëkatin brenda në mish. Duke filluar nga dita e martesës, ne ishim dy persona që merreshim me mëkatin që banonte brenda nesh. Dhe ndonjëherë mëkati i saj mishit ishte në mënyrë specifike, ishte vendosur në mënyrë e qepur që të shtypte butonat e duhura në mëkatin tim të mishit dhe duke nxjerrë mëkatin jashtë meje që edhe unë nuk e dija që më parë ishte aty tek mua. Dhe kjo është një përvojë e zakonshme që të krishterët që martohen dhe kanë pak kuptim për mëkatin që banon brenda ne. Ato martohen dhe 1 vit mas martesës, 5 vjet mas martesës, ata po luftojnë me gjithë llojet e mëkateve. Dhe ato thonë nga vjen të gjithë kjo, nuk i kisha këtë më parë. Pjesë e çështës është që tani është një mish që ata janë martuar me një person tjetër që ka mish mëkatar, që shpesh herë do të shtyp butonet e gabuara dhe do të nxjerrë jashtë në sipërfaqe mëkatin që është brenda. Që ata nuk e dinin që ishte aty. Që nga momenti që u martova, unë tani kisha 2 mish mëkatar që do të luftoja çdo ditë. Dhe unë dhe gruaja ime ne patëm dhe 4 fëmijë dhe me kalimin e vitit kishim 6 mish mëkatar që duhet merreshim çdo ditë dhe ndonjëherë gjithashtu të 6 misha mëkatar janë në të njëjtën makinë, në të njëjtën mjet lëvizës. Më kujtohet disa vite më parë, 6 nga ne hypëm në një minivan, në një furgon dhe ecëm përgjatë kishim bagazhet lart poshtë dhe gjetëm vend që të futëm tani dhe filluam të ecim 3000 kilometra përgjatë vendit. Të gjithë së bashku, 6 misha mëkatar në një mjet lëvizës, në një furgon. Nuk do t'ju jap juve hollësitë, por do t'ju them që mbas rreth 1600 kilometrash në këtë udhtim ose 1500, unë thash që ne kemi nevojë për një këshillues profesionist. Unë humba durimin në këtë, kishte probleme ndërmjet anëtarëve të familjes dhe nuk dija se si të merresha mirë, të trajtoja këtë çështje. Dhe ironia ishte që ne po estim për gjatë vendit me qëllim që të shkonim në një qendër këshillimi, biblik, që kishte një banket dhe unë isha folsi në atë banket. Unë nuk isha as gjysmën e rrugës dhe unë po mendoj, unë kam nevojë për një këshillues profesionist. Unë doja ti thrisja atyre, ti merren telefon dhe të ktheja mbrapsht në Texas ku ishim dhe ti kërkoja atyre, ju lutem, kërkoni, le të vijë dhe ky këshillues me ne dhe të na këshillojë neve se si ne të merrem me çështjet e mëkatit. Mendoj që shumë prej jush mund të identifikoni me këtë brenda martesave tuaja, familjeve tuaja, apo gjithashtu edhe në kishat lokale. Dhe në këtë kapitull unë ndershmërisht mendoj që do të jetë shumë inkurajues dhe në mënyrë ekstreme shumë ndihmues. Në fakt, kjo nuk është në shënimet tuaja, por Martin Lloyd Jones tha këtë rreth dhe vlerave praktike të Romakëve 7. Ai tha që unë do të thoja që shumë, mos më thuash që shumë nga luftët tonë në jetën e krishterë janë për shkak të dështimeve tona për të kapur mësimet e kapitullit 7 të letrës ndaj Romakëve. Le ta lexojmë një herë. Ai thotë që unë jam të ndomë që thonë jo, shumica në jetën tonë të krishterë janë për shkak të dështimeve tona për të kapur ose për të kuptuar mësimet e kapitullit 7 të Romakëve 7. Këtu është Pali, këtu është Martin Lloyd Jones, një pastor që i drejtohet një bashkësie dhe ai po merret me mëkatin dhe ai gjen veten shpesh duke menduar që arsyeja sepse ky person po lufton është sepse ata nuk e kuptojnë mësimet e Romakëve 7.
pra njerëzit në bashkësi. Shumica për nesh do të kishin thënë që Romakët 7, ne do të kishim thënë Romakët, ata nuk kuptojnë Romakët 5, nuk kuptojnë Romakët 8, por ai thotë që ata nuk kuptojnë Romakët 7. Dhe kështu le këto fjalë nga stina e pastorimit që nga brendësia që ato sillen dhe inkurajimin që përmbajnë Romakët për 7. Nëse ju dëshironi të jeni një i krishterë me ungjillin e qendër dhe të keni ungjillin brenda trupit tuaj, zemrën dhe mendjen tuaj, ju duhet që të jetë plot, ju duhet të jeni një student i Romakëve 7, jo vetëm thjesht Romakët 5 dhe 8, 6 dhe 8, por ju duhet të jeni një student, ta studioni Romakët 7 dhe ta kuptoni se çfarë Pali po mëson këtu. Ne nuk do të shkojmë në çdo varg të Romakët 7, por shpresoj që ne do të ecim mjaftueshëm për të kuptuar se çfarë Pali po mëson në këtë kapitull. Pali në Romakët 7 na mëson edhe rreth betejave tonë me mëkatin, dhe ajo që dëshiroj që ju është që të shikoni tek shënimet dhe të fillojmë të flasim rreth temës së mëkatit. Një vend i mirë për të filluar është Isaia 53:6, ku profeti Isaia thotë që ne të gjithë si dele jemi larguar, kemi ecur në rrugën tonë. Ne të gjithë thënë si dele. Është dikush si dikush është larguar nga bariu. Secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Kështu që Isaia po thotë që ne jemi kthyer, pra jemi larguar tutje nga bariu dhe kemi hikur në rrugën tonë, duke na mësuar neve që zgjedhja për të shkuar në rrugën tonë dhe të mëkatojmë është një hedhje poshtë e bariut tonë, është një zgjedhje për të larguar nga ai dhe për të ndarë veten tonë nga bariu ynë. Kur unë po vendosja këtë material së bashku, në fillim unë mendova do të jap një përkufizim të mëkatit, dhe atëherë fillova të shkruaj një ose dy se fjali për kufizimin e mëkatit, dhe përkufizimi u kthye në gjithë këtë faqe e parë. Kështu që është një gjë e mirë që unë nuk jam personi që shkruan fjalor, por le të ecim në këtë dhe do të japi një ndjenjë të sërisë dhe lartësisë së kuptimit biblik të mëkatit. Ndarja nga Perëndia nuk është thjesht pasojë e mëkatit, është thelbi i mëkatit. Mëkat do të thotë ndarje, të ndash veten tënde nga Zoti dhe të ndjekësh rrugën tënde. Do të thotë ndarjen tonë nga mendimet e Zotit dhe të zgjedhësh të mendosh sipas mënyrës tënde. Do të thotë ndarje vetes tonë nga urdhrimet e Zotit dhe të zgjedhësh të sillesh në kundërshtim me vullnetin e tij. Do të thotë ndarje vetes tonë nga Zoti si dashurie e madhe e jetëve tona dhe të zëvendësosh ato me çfarëdo lloj gjëje apo personi tjetër. Mëkati është gjithçka që bëjmë me anë të cilit ne ndajmë veten tonë nga Perëndia. A ka kuptim kjo? Një person nuk mund ta ndajë veten e tij nga Perëndia pa marrë në atë moment pa kaluar nga ana e Satanit. Kur Adami dhe Eva hëngrën nga fruti i ndaluar, ato në këtë mënyrë, ato jo thjesht nuk ju bien Zotit, por në këtë mënyrë ato bashkuan me Satanin në rebelimin e tij kozmik kundër Zotit. Ne bëjmë të njëjtën gjë kur mëkatojmë. Sa herë që ne mëkatojmë. Mëkati është çdo gjë që ne bëjmë kur ndajmë veten tonë nga Zoti dhe bëhemi peng në luftën e Satanit kundër Zotit. Sa herë që ne zgjedhëm të mëkatojmë, ne i bashkohemi atij në rebelimin e tij kundër Perëndisë. Duke folur për ndarjen nga Zoti, personi thjesht mendon pak për kushtet e tij të ndarjes nga Perëndia. Këto janë gjithë njerëzit rrotullush në kulturën tuaj sot që nuk e njohin Krishtin. Personi i thjesht, personi mesatar mendon pak për kushtet e tij të ndarjes nga Perëndia, sepse gjë është këtë gjë ka njohur, nuk ka njohur gjë tjetër. Kjo ndarje në fakt është një vuajtje. Por personi i humbur nuk e di këtë, sepse kur nuk ka njohur alternativën e lavdishme që mëkati ka vjedhur nga ai. Mendoni pak në këtë mënyrë. Ne të gjithë jetojmë në planetin tokë ku ka gravitet. Dhe ne përjetojmë fuqinë e gravitetit, por nuk e ndjejmë atë.
por nëse ne shkojmë në hapësirë për 6 muaj dhe pastaj kthehemi në tokë, ne do ta ndjejmë që forcën që ligji i gravitetit ushtron mbi ne, dhe në atëherë ne do ta dimë sepse ne kemi përjetuar diçka tjetër. E gjenda gjë është e vërtetë kur vjen për ata persona që janë të humbur, që jetojnë jetën e tyre të ndarë nga Perëndia, ato në fakt po vuajnë dhe janë të mposhtur ose të nuk dinë asgjë tjetër. E gjitha që ata kur nuk e kanë njohur alternativën e lavdishme që mëkati ka vjedhur nga ata. Le të mendojmë në këtë mënyrë, paragrafin tjetër. Nëse një person mund të dërgojë në praninë e Perëndisë dhe do të bëjë që të përjetonte lavdinë e përbashkët të vërtetë të plot me Perëndin, pra bashkësinë me të gjithë transformimin dhe kënaqësinë e mrekullueshme që ky bashkim do të sjellë për të, dhe pastaj të zhvendosej, të largohej, të vendosej përsëri në jetën e tij të vjetër të ndarës nga Perëndia, ai do të uluriste nga dhimbjet e kësaj ndarje. Si e dim ne këtë që është e vërtetë? Kam bërë një hyrje. Si e dim ne që kjo është e vërtetë? Shikoni paragrafin tjetër. Thirrja në agoni e Krishtit në kryq na vën dieni, na alarmon për këtë vërtetë. Përpara kryqit, Krishti nuk dinte gjë tjetër veç se bashkësi të thellë dhe intime me Atin e tij. Ndërsa kur ishte në kryq, ajo nda si ne nga Perëndia, dhe kjo ndarje nxorri nga një thirrje plot agoni. Perëndia im, përse më ke braktisur? Krishti vuajti në mënyrë unike në kryq, por ai vuajti gjithashtu dhe ndarjen e zakonshme nga Perëndia që të gjithë njerëzit kanë përjetuar që nga rënë në mëkat. Vuajtjet e tmerrshme të llojeve të ndryshme e pushtuan dhunshëm në kryq, por dhimbja e tij më e thellë ishte ndarja e tij nga Ati. Ishte vetmja gjë që bëri të nxirrte nga ai një thirrje ankimi. Thirrja e tij na tregon neve që ne kemi qenë duke vuajtur gjatë gjithë kohës pa e ditur këtë. Ka një lavdi, ekziston një lavdi që është bashkësia, uniteti me Perëndinë, e cila është kaq e madhe sa që ne, po ta përjetonim në masën e plot, do të shikonim që humbja e kësaj bashkësie do të ishte agonia më e thellë. Ne e dim këtë, sepse Krishti në kryq humbi përjetimin e kësaj bashkësie me Atin dhe ai bërtiti thirrjen në agoni. Paragrafi i fundit këtu është: nëse mëkati është ndarje e vërtetë nga Perëndia, atëherë përmes mëkatit, sa herë që ne zgjedhim të mëkatojmë, ne vetes tonë i shkaktojmë një humbje të tmerrshme. Mëkati është humbja e lavdisë, humbja e bashkimit të lavdishëm me Perëndinë, për të cilin shpirti ynë ka më shumë nevojë se çdo gjë tjetër. Dhe kjo shpjegon sepse diagnoza hyjnore lexon tek Romakët 3:23 thotë: të gjithë mëkatuan dhe në mënyrë letrare dhe privuan pra humbjen e lavdisë së Perëndisë. Bibla përdor gjithë ran poshtë nga lavdia e Perëndisë. Por fjala e Perëndisë që vjen poshtë do thotë mungon, të gjithë kanë mëkatuar dhe të gjithëve i mungon lavdia, vuajnë pra mungesën e lavdisë së Perëndisë. Kjo fjalë do thotë thjesht pa diçka, një gjë që është e dobishme. Pali përdor të njëjtën fjalë tek Efesianët 4, që do thotë e kundërta, për të kundërtën e plotësisë. Të gjithë kanë mëkatuar dhe si rezultati mëkatit të tyre, ata po vuajnë nga mungesa e lavdisë së Perëndisë. Dhe ndoshta mund ta shkruani këtu në shkrimin tuaj që lavdia e Perëndisë e flet është një lavdi marrëdhënie që ne ishim të përcaktuar që ta kishim me Perëndin, ata që marrin imazhin e Perëndisë, ne krijuam nga Perëndia që të gëzonim marrëdhënien me të. Ndoshta mund të shkruani referencën tek Gjoni 17 dhe besoj që është vargu 7, pra Gjoni 17 vargu 5. Ku shiko se çfarë thot Krishti. Ai thot: tani pra më përlëvdo o Atë. Shikoni pra atë gjuhën e marrëdhënies. Atë më përlëvdo mua së bashku me veten tënde,
pranë teje, pra, me lavdin që unë e kisha me ty pranë teje. Lavdin e Atit dhe lavdia e Birit nuk është se ata të dy janë të shkëlqyeshëm, por lavdia që Krishti po flet këtu dhe që ka dëshirë ta ketë është ajo lavdia e marrëdhënies që ai përjetonte së bashku me Atin përpara se bota të krijohej, pra. Kështu pra, Romakët 3:23 po na thotë se të gjithë kanë mëkatuar dhe rezultati i mëkatit ton ne përjetojmë humbjen dhe ne po vuajmë nga mungesa e kësaj marrëdhënie lavdie me Perëndin. Dhe Jezusi kur vdiq në kryq, ai hyri, pra ai vujti në mënyrë të veçantë, por gjithashtu ai hyri në fatin e zakonshëm të njerëzimit, të ndarjes nga Ati, dhe ai ulëriti në dhimbje. Dhe thirrja e tij, ulërimi i tij në agoni na tregon ne diçka të thellë, na mëson diçka të thellë. Dhe kjo është që ne po vuajmë. Ne po vuajmë nga ndarja me Perëndin si rezultati i mëkatit tonë. Dhe kjo vuajtje u mësua nga Krishti. Neve na u tha nga Jezusi, nga shembulli i Jezusit, që është diçka tjetër më e mrekullueshme, kaq e madhe, që Jezusi e kishte dhe që vuajtje mungesën e kësaj në vunë kryq, solli që t'ishte agoni, rezultoi që t'ishte agoni. Ashtu si një shembull, që ju t'i merr një njeri, një burr, që është në orën 2:30 në mëngjes, nëse familja ti pa flen, dhe ai është në kompjuterin e tij të laptopit duke parë pornografi. Është një moment i paperëndishëm që ai ka larguar gjithë Perëndin nga ndërgjegjja e tij, kështu që ai mund të shikojë në këtë pornografi në kompjuter. Është një moment krejtësisht paperëndi. Në një farë mënyrë, nëse Perëndia, nëse ky njeri mund të largojë nga ky moment dhe një Jezusi të vendosin në atë moment, atje ku ai njeri është në atë moment paperëndishëm, ai do të ulërinte në dhimbje. Agonia do të ishte shumë e madhe, paperëndishmëria. Humbja e marrëdhënies së lavdishme do të ishte shumë e madhe për të. Do të ishte shumë e dhimbshme. Dhe ky njeri pra duke parë pornografi në një moment paperëndishëm në orën 2:30 mëngjesit, ai po vuan dhe ai nuk e di këtë. Ai po vuan nga paperëndishmëria, nga ndarja nga Perëndia. Ai ka ecur në rrugën e tij, ka larguar veten e tij nga ai që me të vërtetë kujdeset. Kur mendojmë në këtë mënyrë, ne kuptojmë që ne po ndërhyjmë, po bashkëveprojmë me të humbur, dhe një nga rrobat që ne duhet luajmë atë është që t'i kërkojmë Zotit që t'i ndihmojë ato që ata të ngrihen, të zgjohen, pra nga momentet e tyre të vujt. Momenti njerëzit e humbur po vuajnë dhe ata nuk e dinë, po Perëndia mund t'ju përdor juve për t'i zgjuar ato, për t'i ndriçuar ato, sepse ata po vuajnë mungesën e ndarjes nga Perëndia. Unë bëj referencë kësaj në konferencë, por siç e shikoni në maj të shënimit tuaj, David Brainerd, misionari nga indianët amerikanëve rreth viteve 1700, ai flet në ditarin e tij në vitin 1745 që ai u predikoi disa indianëve në New Jersey dhe bëri këtë vëzhgim dhe mbasi predikoi. Ai regjistroi këtë në ditarin e tij. Në mënyrën se si ata u përgjigjen, shikoni se çfarë tha. Kishte shumë lot në mes tyre indianët, ndërsa unë po flisje publikisht, po diskutoja. Disa u preken shumë me pak fjalë që folën në një mënyrë të fuqishme, që shkaktoi që personat të qanin të pikëlluar në pikëllimin e shpirtit. Megjithëse unë nuk thash asnjë fjalë të merri, por nga ana e kundërt, përkundërse, thjesht vura para tyre plotësinë dhe vetmjaftëshmërinë e meritave të Krishtit dhe gatishmërinë e tij për të shpëtuar të gjithë ata që shkojnë tek ai, dhe në këtë mënyrë i nxita ata që të shkonin tek ai pa u vonuar. Ndërsa ai qëndroi përpara këtyre indianëve që po vuanin gjatë gjithë jetës së tyre dhe nuk e dinin, ata po vuanin nga humbja e marrëdhënies së lavdishme me Perëndin. David Brainerd qëndroi para tyre dhe thjesht predikoi Krishtin.
Dhe ai u tregoi atyre lavdit, meritat dhe burkurinë e Jezu Krishtit përpara tyre. Dhe këto indian në mënyrë papritur kuptuan që ata me cilën ata po jetonin pa gjithë jetën e tyre dhe i te mbushi ata dhe mendimi që shumë për tyre ishin unë nuk mund të duroj më që të jetoj edhe 1 minutë pa atë. Dhe mendjet e tyre për të jetuar dhe një ditë tjetër pa marrëdhënie me këtë Krisht do të ishte provuar që të ishte një vujtje pa përballueshme për ata, pa mbajtur. Dhe në fakt një nga mënyrat se ne mund të shpjegojmë se çfarë është rigjenerimi, ka shumë mënyra për ta parë atë. Po një nga mënyrat për ta parë atë është që rigjenerimi në pjesë është thjesht zgjimi që Perëndia i bën një mëkatari vujtjes që ai po përjeton gjithë kohës. Është sikur Zoti me një herë në një moment bën një mrekulli dhe rrit dhimbjen, ato sensorët, ndjenjat e dhimbjes në shpirtin e atij personi që në mënyrë papritur ato më një herë ndjejnë vujtjen e ndarjes nga Perëndia. Dhe nuk duan që të shkojnë edhe 1 minutë tjetër pa Perëndin, nuk në marrëdhënie me to. Kështu është thelbi. Ky është thelbi i mëkatit. Dhe përveç kësaj, ajo që duhet bëj është që shikojmë disa fakte të rëndësishme rreth mëkatit dhe do t'ju jap juve 6 fakte të rëndësishme sot rreth mëkatit. A është momenti dur për disa pyetje? Ka ndonjë pyetje? A ka ndonjëri? Ndonjë pyetje, ndonjë gjë rreth ndonjë gjë? Për këto që kemi folur deri në këtë pikë? Jeni lejuar që të ngrini dorën dhe të bëni pyetje sa herë që ta ndjeni. Kështu që ndjeni lirshëm të ndërprisni dhe të bërë pyetje. Ndonjë pyetje ose ndonjë ndërhyrje për ndonjë gjë që thash, për gjithë gjërat që kam thënë deri tani? Okay. Le të shikojmë disa fakte rreth mëkatit. Ndërsa shikojmë të mëkatet, fakte, dua që ta dini që disa do të jenë të forta, të vështira dhe nëse ata bien fort e kjo dhe ju ndjeni ndonjë lloj bindje apo keqardhje, mos largoni nga kjo, por lëvizni drejt saj dhe inkurajoni nga kjo. Inkurajoni nga kapaciteti juaj për të ndjerë, pra të bindur, fajin, mëkatin, e keqa që mund të na bineve, ne të arrijmë në një pikë që ne nuk ndjejmë fajt. Aftësia për të ndjerë fajin dhe bindjen nga fryma e shenjtë është një shenjë e jetës. Ata që janë frymërisht të gjallë i ndjejnë këto gjëra dhe ata mund t'i përballojnë ato me inkurajim. Le të shikojmë se çfarë është mëkati. Dhe le të lejojmë Perëndin na thelloj në atë urrëtin ndaj mëkatit, ndërsa ne shikojmë të përshkrimet nga ana biblike pra. Biblike mëkat. E para, mëkati është vrasja e Perëndis. Mëkati është thelbësore, është zemra. Vrasja e Perëndis për zemrë. Mëkati është vrasja e Perëndis. Thomas Brooks, shkrimtar puritan, tha këtë që mëkati është më keq se sa ferri. Mëkati është më i keq se ferri. Mëkati është i tmerrshëm. Është kaq i keq sepse në thelbin e tij mëkati është vrasje e Perëndis. Tek Isaia 53:5 Isaia po shikon në të ardhmen dhe ai po shikon vujtjet e Mesias në kryq. Dhe bën disa vëzhgime dhe një nga ato gjendet tek vargu 5, kur ai thot, por ai Mesia, Krishti, dhe ky është një përkthim te shpua, o shpua tepër tej për shkak të shkeleve tona. Ai u shtyp nga prej pavësive tona. Shumë përkthime do të thonë që ai u shteshpua për dhe ai u shtyp për pavësitë tona. Unë nuk do të argumentoj kundër këtyre përkthimeve, por në fjalë për fjalë, para fjala hebraike është nga,
jo për nga. Prandaj ai përfshin një element shkaku. Krishti vdiq për mëkatet tona. Ai vdiq nga pallësitë tona. Një mënyrë për ta parë në kryqin, ka shumë mënyra për ta parë kryqin. Një mënyrë është që Krishti vdiq në kryq. Dhe duke vdekur në kryq, çfarë vrau atë ishin mëkatet tona. Shkaku. Si një nga këngët thotë, ishin mëkatet tona që e mbajtën ata të guzhduar. Ishte gjithashtu dashuria e Perëndisë që e mbajtën. Ka shumë mënyra për ta parë, por një nga mënyra për ta parë pra ishte se ajo që e vrau ata ishin mëkatet tona. Në një mënyrë mëkatet tona ishin se ne e vram ato. Dhe instrumentet e vrasjes ishin mëkatet tona, që na bën neve shkelës të urdhërimit të gjashtë, që ti nuk duhet të vrasësh. Të gjithë ne e kemi thyrë këtë urdhërim, ti nuk duhet vrasësh. Dhe të gjithë njerëzit që ne kemi vrarë birin e Perëndisë në kryq. Pjesë e qëllimit të kryqit është na treguar neve natyrën e vërtetë, ose të na tregojë neve ADN-n, sikur të thuhet në shënimet e mëkatit. Atë që kryqi na tregon neve është që ti nëse merr çfarë do të mëkati. Le të themi një gënjeshtër të vogël që të më thosh. Nëse merr këtë thjesht një mëkati pa dëm dhe vendos në tavolinë dhe dije pret brenda këtij mëkati dhe ti gjen thelbin e këtij mëkati, pra atomin ose pjesën më të vogël, dhe ti gjen ADN-n brenda atij nukli dhe ti e nxjerr ADN-n jashtë, do të thotë vrasës i Perëndisë. Të gjithë mëkatet ndajnë këtë të njëjtën ADN. Vrasës i Perëndisë. Vrasja e Perëndisë. Prandaj Charles Spurgeon tha në këtë mënyrë, sikurse shikoni në shënimet tuaja, mëkati është vrasës i Perëndisë. Vrasës i Deo, vrasës i Perëndisë. Me fjalë të tjera, vrasën e Perëndisë. Çdo mëkatar, nëse do të kishte mundësi, do ta vriste Perëndin, sepse ai në zemrën e tij thotë, jo Perëndi, nuk ka Perëndi. Kur ai thotë, ai dëshiron që ai ka dëshirë që mos kishte as Perëndi. Ai mëkatari do të gëzojë në fakt nëse ai do të mësonte me siguri të plot që nuk ka Perëndi. Në fakt ky është gërgoli i jetës së tij, që atje ka një Perëndi dhe një Perëndi i drejtë që do ta çojë atë në gjykim. Dëshirat sekrete të mëkatarit është të mos kishte fe fare dhe as Perëndi, sepse pastaj ai do të mund të jetonte ashtu siç kishte qejf, siç dëshironte. Tani kur njëri arrin të shohë që mëkati në thelbin e tij është vrasja e Emanuelit, që do thotë Perëndia me ne, kur zemra e tij të përtërihet, ai do ta urrej mëkatin që nga ai moment. Kjo është një pamje e vështirë e mëkatit, por realizoni që ky është thelbi i mëkatit që na mëson neve, që ta urrejmë të. Kryqi, atë që na tregon kryqi është nëse Perëndia vetë e erdhi në botë me të gjithë lavdinë e tij dhe dashurinë dhe përporsësimin e tij, ne do ta kishim vrarë. Dhe këtë është çfarë ne bëm. Ne nuk mund të argumentojmë kundër këtij kuptimi, sepse kryqi provon që ne përfundimisht jemi vrasës të Perëndisë. Në kryq, ashtu si ishte, mëkati e vendosi që ta veshë veten e tyre që mos duket shumë keq, por në kryq mëkati e luajti rolin e tij, e tregoi vetë, zbuloi veten se si ishte mëkati në thelbin e tij është vrasës i Perëndisë. Në kryq ne e luajtëm veten tonë, nxorrëm veten tonë, ekspozuam veten tonë për vrasës që ne jemi. Ne të gjithë jemi vrasës të Perëndisë. Martin Luther tha në këtë pikë, mos guxoni që të mohoni që ti vrave Jezusin. Ju keni të njëjtat gozhda në xhepat tuaja dhe ju jeni fajtor. Është një pamje e vështirë e mëkatit dhe vetë son që ne kur nuk kishim besuar këtë gjë, nëse nuk do të ishte për kryq dhe historinë njerëzore.
Mëkati është vrasja e Perëndis. Një pikë e dytë, një fakt i dytë rreth mëkatit është që ne duhet marrim në mend tonë është që mëkati nuk ka mbaruar kur ti ke kryer atë. Në fakt thjesht po bëhet gati të filloj, nuk ka mbaruar, po fillon. Ka mbaruar kur e kryen. Unë thjesht do dëshiroja që kur isha një i ri, do dëshiroja që dikush më ndalon dhe më tregonte këto të vërtetat. Është një nga ato të vërtetat që unë duhet të dija kur isha 19 vjeç. Si një i ri dëgjoja dëshmi në kish nga njerëzit që flisin rreth jetës së tyre të mëkatit, përpara se ato të bëshin krishterë dhe pastaj ata flisin rreth si Perëndia i shpëtoi, si mëkatet e tyre u falen, dhe është në gjakun dhe unë pothuajse arrita në atë kuptimin që kur një person shpëtohet, mëkatet e kaluara thjesht zhduken. Kanë hikur, zhdukur, sikur kur të mos kishte ndodhur. Nuk është ajo çfarë Bibla mëson. Bibla mëson që kur ti vjen te Krishti, mëkatet tua janë falur, po ato nuk janë zhdukur nga ekzistenca. Sikur kur të mos kishin ndodhur. Ka njerëz të cilët jetojnë në mëkat dhe ata të bëhen krishterë dhe ata janë të falur, por ata duhet të jetojnë brenda pasojave që mëkatet e tyre i kanë vënë në lëvizje. Ju lutem kuptojeni që kur ti bën një mëkat dhe ti përfundova atë aktin e mëkatit, mos mendoj që mëkati mori fund sapo ka filluar. Dhe Jakobi 1 ka të me të fjalë, por se cili të ndodhi udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet. Pastaj, duke përdorur gjuhën e mashtrimit, e tundimit dhe kështu ndodh mëkati, që tundimi na mashtron, e mashtron një person që pastaj largohet tuti nga Perëndia. Ky person bashkohet me epshin, bëhet një me epshin e tij. Dhe nga ky bashkim, vargu 15, pastaj lakmia mbarset ose epshi mbarset dhe kur mbarset ose ngjizet, pjell mëkatin ose lind mëkatin. Dhe kur mëkati të kryhet dhe kur mëkati vjen në plotësinë e tij, sjell ose ngjiz vdekjen, sjell vdekjen, pra, lind vdekjen. Ky pasazh ndërmjet gjërave të tjera na mëson se ti nuk jo thjesht mëkaton dhe pastaj kur mbaron mëkatin, ti thua vetes jam i gëzuar që mbarova me pjesë të mëkatit. Nuk e thua dot. Ti thjesht i dhe lindje. Ti e solle mëkatin në ekzistencë dhe do të jetoj në kujtesën tënde ose thjesht edhe në pasojat që do të sjell në jetën tuaj. Ju e dini historinë në vjetën e vjetër të mbretit David, që kreu tradhti bashkëtorë me Batshevën, ai vrau burrin e saj Urien dhe pastaj jetoi për muaj në një vetmohim, më hoj, pra, ose duke dënuar, duke fshehur mëkatin, duke mos e rrëfyer mëkatin, duke e mbajtur atë me gjithë ato pandeshmëritë morale që prodhon brenda. Një ditë profeti Nathan erdhi tek ai dhe i tregoi gishin në Davidit dhe ai rrëfeu mëkatin. Ai e qortoi, pra. Por çfarë bëri Davidi? Davidi menjëherë u pendua dhe pranoi mëkatin e tij. Dhe Nathani i tha atij: David, ti nuk do të vdesësh. Dhe mëkati jot është i falur. Por një shpatë do të hyjë në shtëpinë tënde. Dhe nga ai ditë e mëtutje, Davidi shkroi Psalmin 32 dhe tha se ai bekuar është Perëndia, është personi mëkatet e cilit janë të falur dhe ai e përjetoi faktin që ai u fal, por i lexoni historinë e tij, ai u fal nga mëkatet, por kishte pasoja. Një shpatë që erdhi përmes shtëpisë tij dhe e ndoqi atë gjatë gjithë rrugës deri ditën e vdekjes, edhe madje edhe përtej ditës së vdekjes të birit i Solomoni dhe mëtutje duke ndikuar të gjithë mbretërinë. Davidi dhe mëkati i tij. Gjithë mëkatet Perëndia i fali, ato nuk u zhdukën me gjithë pasojat që ai solli. Mëkati jetoi
Ai dha jetë, lindjet në një realitet tjetër, dhe një realitet tjetër në jetën e tij, në jetën e tij në botë. Shumë njerëz të cilët kanë kryer mëkate dhe kanë përjetuar faljen e Perëndis, ata do t'ju tregojnë juve që këto mëkate që unë kryer në të kaluarën, deri në këtë ditë i përjetoj turp, zhgënjim, shkurajim. Deri në këtë ditë unë përjetoj që mëkati lufton në disa këta fusha ku kam komprometuar në disa fusha, betejë të cilët që nëse nuk do t'i kisha dhënë, nuk kisha udhëzuar këtyre mëkateve në të kaluarën. Ne kemi një grua në kishën tonë që është një perëndi jashtëzakonisht e perëndishme, një nga ato shenjtorët në kishën tonë në Kaliforni, që e ka njohur Perëndin për rreth ndoshta 27 vite. Dhe para se ajo të shpëtohej, ajo jetoi një jetë tërësisht imorale dhe bëri disa gjëra që në mendjen e saj ishin u penduar shumë. Dhe disa vite më parë i kërkova se ai kishte kaq kohë me Perëndin dhe ajo po ecte mirë nga shumë. Dhe i pyeta se sa shpesh mendon, e pyeta gjërat që ti bëre para se të shpëtohesh. Sa shpesh mendon? Dhe ajo tha këtë, asnjë ditë nuk kalon që unë nuk ndihem e përulur nga gjërat që unë bërë përpara se të shpëtohesh. Më ndjekin prapa. Tani jam e falur, por më kujtohen të mëkate. Unë shkoj tek këmba e kryqit, përjetova hirin e Perëndis dhe e dua Perëndin edhe më shumë, por këto mëkate akoma jetojnë në memorien time. Dhe unë jam e turpëruar dhe unë përndiqem nga ato, Ka një fjalë në hebrejik, ka disa fjalë në gjuhën hebrejike të mëkateve dhe një nga ato është hata. Dhe kjo fjalë nuk flet thjesht vetëm për një veprim mëkati, por flet edhe për pasojat e mëkatit. Nëse unë bëj një krim që ai do të quhej hata. Nëse ishi rezultat që bëra këtë krim u vendosën në kryq, qelia e burgut tim do të quhej hata. Mëkati është në mënyrë organike e lidhur me gjithë pasojat, është një gjë. Edhe nga ana duke folur nga ana e përjetësisë, një gjykimi i Perëndis që quhej hata. Mëkati nuk është thjesht që ti vepron, është një gjë që ti i jep lindje, që jeton, që ti e pjell dhe përfshin brenda dhe përmban edhe pasojat. Që pasojat që vendosen në lëvizje. Proverbët 5:22. Solomoni thot: I pabesi zihet nga vetë pasuria e tij dhe mbahet nga litarët e mëkatit të tij. Në shikon, ne e lindim mëkatin dhe këto mëkate që ne lindim bëhen litar apo zinxhir apo pranga të cilët na mbajnë të lidhur. Tek Galatasve 6:1, Pali thot, nëse dikush është kapur në çfarë do lloj mëkati, se bie në çfarë do lloj mëkati. Dhe ai kur thot i kapur, ai nuk do të thotë që ai është gjetur, është zbuluar. Ai thotë që është kapur, ka rënë në kurth në mëkatin e tij. Dhe nuk mund dalë më nga kjo pranë. Është zënë në çark, në lak. Ju lutem kuptoni që Bibla na mëson në pasazhet e që nëse është e mundur për të krishterët që të përfshihen në një mëkat, ai do të kapi, ai nuk mund dali nga vetja e tij, nuk mund të dalë pa ndihmën e njerëzve të tjerë. E kështu Pali thotë, nëse dikush kapet, pra bie në pak në çfarë do mëkat, ju që jeni frymëror, lartësoni ose restauroni, shkoni drejt atij personi dhe restauroni me frymë butësie, por gjithë ju keni kujdes për veten tuaj, sepse edhe ju mund të dundoni. Ka mëkate që një krishter nuk mund të kapet, që nuk mund t'ja dalin dot. Ka mëkate që kapen në kryq, nuk ja dalin dot, pa hirin e madh Perëndis, dhe gjithë njerëzit dinë që duhet hecin për gjatë atij personi për ta ndihmuar të dalë nga ai mëkat, nga ai kurth mëkat. Kjo është mënyra se si mëkati na mashtron neve, dhe kjo i ndodh shumë njerëzve të rinj, edhe të vjetërve, gjithashtu në moshë të madhe, por dikush është tundohet të ecë drejt mëkatit dhe i vazhdon të gëzohet me mëkatin, pastaj
ato lodhen nga mëkati, tani jam I lodhen nga ky mëkat, ndjem pak fajtor, do të largohem nga ky mëkat, do dal. Dhe mëkati thot, shko, ik prej me, largohem. Unë do jem këtu, kur do që do të vish, mund të vish kur të duash. A ec dhe ik kur dush. Ai ose ajo largohet nga mëkati, por disa javë më pastaj ato të riqen prapë tek ai mëkati, kthehen dhe gëzon përsi me mëkatin, dhe pas sa kohë ndjen fajtor, janë lodhur nga mëkati, po largohen prapë. Largohen prapë dhe mëkati thot, ik. Do të takohemi prapë, thot, hajde kur dush, thot mëkati. Ata shkojnë, largohen, kthehen kur sa herë që I pëlqen. Dhe mëkati duket sikur I lën mënyrë të lirshme të shkojnë, por një ditë ata vinë tek ai mëkat dhe gëzojnë atë mëkat. Dhe ata lodhen nga ky mëkat dhe thon vetes, unë po largohem tani. Dhe çon për të larguar nga mëkati. Dhe këtë mëkati nxjerr muskujt ditë thotë. Ti nuk do të largohesh prej meje, jo këtë herë. Kjo është si mëkati mashtron. Dhe mëkati që personi ka hyrë për mëkat, ai tani bëhet një prang ose një qeli, burgu që nga ato preksisë nuk mund largohen. Po merresha me një tri disa vite më parë si pastor, I cili ishte përfshirë në marrëdhënie imorale dhe ne u përpoqim ta ndihmonim këtë të ri për të larguar nga kjo marrëdhënie imorale dhe kishte momente kur ne menduam që ai do shkëputej nga kjo marrëdhënie, do kthehej në marrëdhënie normale, por një ditë në mëngjes të hëna, që është dita ime e pushimit, ai erdhi tek shtëpia ime në orën 6 mëngjes të hënë në mëngjes. Dita ime e pushimit dhe unë I përgjigja derës dhe ai tha, kam nevojë të flas me ty. I thash, hajde brenda, e solla brenda. Unë dua që ta dish që Perëndia po mbin dhe unë dua ta thyj këtë marrëdhënie imorale, dua të largohem. A je serioz? E ke me të vërtet? Po, e kam me të vërtet. Dhe ai filloi të ndaj me mua bindjen që ai ndjente, që si këtë herë ishte me të vërtet. Ne ulëm përsëri. U lutëm së bashku, ai u lut, edhe unë u luta. Qafuam një tjetrin. Dhe pastaj ai hiku në makinën e tij dhe pash duke u larguar, duke u thuar nga makinë. 2 ditë më vonë, mamaja e tij më thirr mua, më telefonon. Ku është birin, ku është djalin? Nuk e di. Ai më tha që ai kur largua nga shtëpia ime, ai po vinte në shtëpi, po kthehet në shtëpi. Aty ku jeton ti? Se kam parë në 2 ditë të fundit, thotë më. Atëherë zbuloj që çfarë ndodhi është që ndërsa ai u largua nga shtëpia ime tek shtëpia e tij, rreth 10 minuta larg, ai mori një mesazh nga kjo vajzë. Ai kur nuk shkoi në shtëpi. Në mes të rrugës për në shtëpi, ai ndroi drejtimin dhe shkoi tek shtëpia e asaj vajzës. Dhe pas 2 javësh u martuan. Dhe një vit më vonë u ndan, u divorcuan. Dhe shumë dhimbje të mëdha që ky njeri përjetoi në jetën e tij. Dhe kur I përjetoi gjërat e tij si pastor, I kujtoj vetes time që mëkati nuk është një gjë me të cilën duhet luajmë. Është I fuqishëm, është vrasja e Perëndis, nuk është diçka që ti e bën dhe të largohesh kur krye qefti, kur e bëra pra, mbarove. Ti lind diçka me cilën ti duhet merresh, ti jep lind në jetën tuaj, pra. Sjell pasojë. Pas duke u marrë me këtë burr në këtë tri, në lidhje me këtë marrëdhënie imorale, unë u thova nga puna. Atë ditë kaq I zemëruar për mëkatin, duke u rryer mëkatin, duke u rryer imoralitetin. Hyra në shtëpi kur u ktheva në shtëpi. Dhe djali im teenage ishte shtrirë në divan dhe po lexonte një libër. Hyra, ai në mënyrë të gëzuar më tha: "Hajde", unë nuk ju përgjigja, ishte kaq inatos, I zemëruar. Shkova drejt tek ai, e kapa nga trike, nëse ai po shtri. Nuk po rekomandoj këtë gjë. Unë arrita shumë afër, 2 cm larg fytyrës. Dhe I thash atij bir. Djalë, kur mos e jep atë pasatinë tënde morale, të askujt kur mos I dorëzo.
të mëkatit seksual. Dhe ishte një moment qetësie. Ishte gjë më fundi që djali im po priste për me kur hyra nder, dhe në fund ai tha, "Dad, unë po priste që ai të më thonte diçka që të kuptimshme." Me kuptim. Bab, ti po më prish bluzën. Pash mënyrën se si e kisha kava tek bluzë dhe këmisha, ishte se po i flisi, ishte mënyra si po i flisi. Por për fat ishte një moment që ai më falë, dhe ne akoma vazhdojmë të flasim. Ne kaq shumë duhet ta urrejmë mëkatin dhe dëntimin që ai bën, duhet ta urrejmë ne atë në jetën tonë, duhet ta urrejmë mëkatin, pra nuk është diçka që ne duhet ta provojmë, nuk është diçka që ta tolerojmë, nuk është diçka që ne bëjmë marrëveshje me këtë, është mirë deri në këtë pikë, gjithë mëkatin. Nëse do ta ndani, ta coptoni, pa ta prisni me copën, ta pusni poshtë mikroskopit dhe të nxjini atë dënon, ai do thotë vrasës si perëndis dhe vdekje provës. Ka edhe një të vërtetë tjetër rreth mëkatit që ne shikojmë në shkrimet. Kjo është në lidhje me atë sa po folëm. Mëkati kurrë nuk është statik, i palëvizshëm. Do thënë që asnjëherë nuk rrin në vend. Ai është një ligë që nuk pushon gjithmonë kur të parojë dhe të zgjerohet. Gjithmonë duke kërkuar që të përparojë dhe zgjerohet. Është një gjë rreth mëkatit që ju thjesht nuk e lejon mëkatin e tuaj dhe pastaj bën një apartament për ata. Okej, mëkati thotë unë po rri këtu, nuk do të shkojmë në asnjë vend. Faleminderit që më leve kaq pak vend. Mëkati nuk është një keqe që lëviz pa pushim, që gjithmonë kërkon të përparojë, të zgjerohet. Ti kurrë nuk mund ta vendosë në karantinë mëkatin. Nëse e lejon mëkatin në jetën tuaj, mëkati thjesht do të ndikojë çdo pjesë tjetër. A e morët atë pjesë boshtë për pikën e të? Pra, mëkati kurrë nuk është statik ose i palëvizshëm, është një keqe e pa pushim, kërkon gjithmonë të përparojë dhe të zgjerohet. Statik dhe zgjerim, pra, janë me këto. Në pikën 3. Pali u flet Korintasve që po toleronin mëkatin në kishën e tyre dhe po mendonin që do ishte në rregull. Dhe Pali thotë atyre, a nuk e dini ju që pak maja e mbruan gjithë brumin? Hiqini mëkatin, brimin e vjetër, majan e vjetër. Nëse nuk e pastroni mëkatin që toleroni, në fund fare ai do të shkatërrojë dhe majaja do të ndikon gjithçka. E vërteta është për jetën tonë në mënyrë individuale. Ju thjesht nuk mund të lejoni një pjesë tjetër suaj ku mëkati lejohet dhe mos pendoni për këtë gjë. Nëse lejohet të jetoj brenda për shumë kohë, do të zrritet, do të ndikojë gjithë fushat e suaj. Tek Galatasve 6:8, Pali thotë, sepse ai që mbjell për mishin e tij do të korrë nga mishi i tij korrupsion ose prishje. Kështu vepron mishi, ju mbillni për mish, ai do të nxjerrë një prodhim e korrupsionit, prishje që ti do ta korrësh pra nga mishi. Kur ju jepeni mishit, mendoni për sa herë që ju jepeni mishit, ju po fusni një far, dhe far do të hedhë rrënj, do të rritet, do të ketë një korri. Pali thot Perëndia nuk vjet në lojë, çdo një do sa herë që të ndonit, mëkatoni, është mirë për të thënë që do ta bëj këtë mëkat, por a duam vërtet ta mbjell të far dhe në jetën time do të marrë rrënj, do të rriten, në fund do të prodhojnë diçka. Joshua Harris thotë që në librin e tij titulluar që asnjë dorë nuk e thotë, është tek pika C, kur vjen puna për të mbjellë për mish, ne bëjmë të duke u kënaqur me një vështrim plot me epsh, një fantazi mëkatare ose një film i mbushur me aluzione seksuale. Ne mund t'i mendojmë këto veprime si të padëmshme, si njolla apo pa pastërti të vogla që thjesht mund t'i fshim shpesh pa lënë ndonjë dëm të vërtetë. Por Perëndia na thot këtu në që mendimet
dhe veprimet tona mëkatare janë në fakt fara që bien në tokën e mishit ton. Ato nuk largohen nga aty pasi bien. Ato zonrajnë, ato rriten, dhe në fund ato bën një korrje e madhe për një vdekje shpirtërore. Vdekje shpirtërore. Kështu që kur të ndohemi, ne do të bëjmë pyetje, me të vërtetë duam ta bëjmë të mëkat, dhe gjithashtu të bëjmë pyetjen. Me të vërtetë duon që ta mbjell këtë far, dhe me qëra fjalë në këtë pasazh të Galatëve ka një anë kundërt që ne duhet të inkurajohemi, duhet të inkurajohemi për ne. Që dhe kjo është ndoshta ju mund të doni ta shohni në shënimin tuaj. Joshua Harris e thot në librin e tij që pra që shenjtëria është një korrje. Shenjtëria është një korrje. Ju keni mundësinë çdo ditë që të mbjellni fara për frymën në frymë. Sa herë që ju lexoni fjalën e Perëndis, ju po mbjellni një farë në frymë. Sa herë që luteni, mbjellni një farë në frymë. Sa herë që keni bashkësi me vëllezërit dhe motrat në Krisht, ju po fusni një farë, po mbjellni një farë frymës. Dhe këto fara do të marrin rranjë, dhe këto do të prodhojnë një të korrje, jo me një herë, por mas sa kohësh do të prodhojnë një korrje. Dhe kështu pra praktikoni disiplinat. Do të dëshiroja që t'ju thoya që shenjtëria është e menjëhershme. Kjo dëshiroja kur isha i ri, që shenjtëria të ishte e menjëhershme, por në vend unë e di tani nga fryma, nga përvoja që shenjtëria në fakt është një korrje. Shenjtëria është produkti i mirave, farave të mbjellura të frymën në jetën tuaj, që me kalimin e kohës jep një prodhim, një korrje të shenjtërisë. Dhe kështu, duke jeni në fjalë çdo ditë, duke u lutuni çdo ditë, keni bashkësi me tjerët, mbjellni fara me frymën, zgjidhni drejtsinë, sa herë që ju bëni këtë, ju mbjellni fara në frymë. Ndoshta ju mund ngriheni nesër në mëngjes, jeni në fjalë, luteni, keni bashkësi, bëni gjithë disiplinat, duke shkruar këta, ju po mbjellni farat në frymat, dhe pikërisht në ditë mund të hidhni te gjithë. Po çfarë bëni? Ktheheni prapë tek fjala, prapë luteni, ktheheni. Me kohën ka një korrje për shenjtërinë që do të vijë. Mos u lodhni duke bërë mirë, mos u lodhni duke mbjellë të fara. Në farë frymërore. Unë jam 52 vjeç tani, dhe unë tani do ta them që jam në një fazë që po korr. Ato korrat e mia ka farat mishit që unë i shikoj, elementat të korrës unë i përjetoj në jetën time si rezultati i këtyre mëkateve që e mbjell për mishin. Por gjithashtu mund të them që ka edhe shumë fara të mbjella në frymë. Dhe në këtë fazë të jetës sime është sikur është kaq e mirë që ti jesh pranë atë kohën e të korrave në jetën tuaj. Dhe kur ka fitore, çlirim që unë dëshiroja për kur isha 20 vjeç ose 30 vjeç, tani të paktën jam më i thellë duke i përjetuar tani, dhe për shkak të kësaj faze të jetës sime, unë tani më them sa herë që unë flas të rinjve, unë vazhdoj të sfidoj ata që të mbjellin fara për frymën, sepse ka një korrje që po vjen, shenjtëria është një korrje. Vazhdoni të mbjellni fara për frymën, dhe unë të them, por unë bëra këtë dje, e bëra par dje, dhe e humba sot. E di, kthehuni përsëri, mbjellni fara për frymën, kthehuni tek fjala, kthehuni tek lutja. Ka një të korrë që do të vi. Ka pyetje. Çfarë ju motivon juve që të mbjellësh një farë për frymën e shenjtë? Çfarë më motivon mua çdo ditë për të mbjellur farat, që të mbjell me farën? Çfarë motivon? Kështu që fryma e shenjtë mund ta përdor që t'jeni më shumë si Krisht. Si motivoni çdo ditë pra, që mbjell një farë, dhe po prisni që të ketë frut, por sikur se thuhet, ka ditë, kalojnë ditët, që ne mbjellim diçka. Si motivoni pra. Pjesë e motivimit
Jep ca kohë për të menduar për përgjigjen e pyetjes. Edhe pyetja juaj e jep pak përgjigjen. Sa dëshira për të qenë si Krishti është e njëjta gjë që Krishti ka bërë për ne, dashurinë që ai falin që ai na ka dhënë. Edhe kur ne dështojmë si të krishterë për të vrapuar tek Perëndia, duke ditur që Perëndia ka vendosur të na falë dhe ai kënaqet të na fal, ka diçka rreth hirit që shkrin zemrat tona në shtresa të thella të bindjes po shkrave tonë që ne shkojmë edhe më larg pavarësisht dështimeve, por gjithashtu pjesa e saj që ngjese ka momente kur elementet të fkorjes dhe drejtësisë vinë dhe unë shikoj te Krishti. Dhe ai buzëqesh aty ku jemi ne. Dhe ai na thotë për çfarë po luftoja. Dhe më jep gjithë ato urdhërimet dhe ndalimet që ti më vëmë. Është të realizosh nga ana themelore që kur Krishti na jep urdhërime, ai po lufton për kënaqësinë tonë, kur na jep për kënaqësinë përfundimtare që ne kënaqemi atë. Dhe që pjesa e përflasjen është që nëse unë ngel aty dhe nuk lodhem duke bërë mirë dhe ka një korre që do të vi dhe të kënaqem. Por që pari thot besimtarë mos u lodhni, pjesa e saj është e lehtë për ne që ne të lodhemi. Është e lehtë për ne që të humbasim zemrën. Dhe pjesa e motivimit të tij është që ti do të korrësh nëse ti nuk të lëshon zemra. Kjo është ajo që disa nga motivimet vinë. Duke parë nga ana negative, nga ana e mëkatit, ka shumë pasazhe të cilët afirmojnë se sa tek e prurse mëkati është, nuk është statike dhe parevitshme, gjithmonë përpiqet që zjerohet. Shikoni edhe, ne duhet ta kuptojmë që brenda çdo mëkati, nëse çdo mëkat lejohet që ta luajë rolin e tij plot, është një univers i plot me të keq. Çdo mëkat është një univers leksie. Shikoni gërmën e 6 milionë judej u zhduken, e cila filloi si një ide e vetme në kokën e njeriu. Nga ajo farë u zhvillua një projekt i madh, sipas të cilit trenat mbërrin në kohë, u ndërtuan furrat, njerëzit u futën punë, një kontinent pothuajse ra, dhe gjithë kjo nga një ide e ligë. Rebecca Manley. Pra tek shpresa kërcëtuar. Kjo është vdekje për ushmëria e mëkatit. Dhe kur je i tunduar me një mëkat, vendos atë mëkat nën mikroskop dhe shiko gjithë universin e ligësisë që gjendet brenda atij mëkati. Nëse ti mund të shkosh tek apendiksi, tek shtojca E, shtojca A, Randy Alcorn, ai thotë që vite më parë miqtë mi hermasherë kur udhtonim, unë lexoja këtë listë derisa e memorizova dhe prejo si një thik në mes të turbullentave të shtypime, më mbushi me frikë. Më poshtë e thotë që një version i ndryshuar i listave të kombinuara së bashku. Nëse ai ishte tenduar për të menduar mendime tradhtie bashkëtorë, nëse të largohej nga ky mendim, ai në fakt e vendosi këtë në një mikroskop. Nëse unë veproj në këtë mënyrë, për çfarë më mendoj, çfarë universi ligësie është brenda kësaj? Në çfarë do të ndodhte nëse unë bëj tradhti bashkëtorë dhe atë imagjinatën në kohën tim, çfarë do të bënte tradhtia ime bashkëtorë? Do të më fuste në lucën për të ulur poshtë, pra nderin e Zotit tim. Do të më tregonte, do të sillte dhimbje të mëdha Nencit, gruas ime, mikut të mirë. Do ta ulte poshtë, pra respekt Nencit.
gjithmonë do të humbisje një herë e mirë kredibilitetin tim ndaj vazhdat me dash Kërina dhe Enxhi, do të shkaktojë turp të madh familjes sime, do të shkaktojë lëndim kishës, miqve, sidomos ata të cilët i kam çuar te Krishti dhe që i kam dishepullizuar, dhe ai bën një listë me emra, ai do të shikojë fytyrën e këtyre njerëzve. Do të humbas përfundimisht vite të tëra dëshmie ndaj kushërimeve dhe miqve. Do të bëja qefën satanit, armikut të Perëndisë. Ka gjasa të marrë një sëmundje të transmetuar seksualisht, duke përbërë rrezik për gruan nens. Do të humbisja respektin për veten time, do të shndërroja emrin tim dhe do të shkaktoja siklet për hershëm të vetja ime. Dhe ai vazhdon duke thënë, kjo përbën më pak se gjysmën e gjërave të listës plot. Nëse do të përsërisim që më parë pasojat shkatëmtarët e martërit, ne do të jemi shumë herë më pak të prirë për ta kryer këtë. Le të them diçka pak më shpejt për ta balancuar. Nëse e tunduar në një fushë të pjesa e gjë e parë që të shkosh në mend është Evangjelli tek Jezu Krishti dhe atë çfarë ai bëri për të shqiruar juve nga faji i mëkatit dhe nga fuqia e mëkatit. Nëse gjithë ajo që bëni që shikoni një listë si kjo nuk do të jetë aq e fuqishme sa t'ju mbajë nga mëkati, por çfarë ai bën këtu? Ai disiplina që rendi alkool për fletu shërben si një ilustrim që ne duhet bëjmë, të gjithë ne duhet bëjmë, dhe kjo është për ta njohur që ju universi i liksisë dhe dhimbjen dhe shkatërimin që qëndron brenda çdo mëkati, nëse ky mëkat lejohet që të rritet dhe të zjerohet dhe të jetë dhe plotësisht për ta shpalosë veten ti në shkallën më të plotë. Mëkati nuk është statike. Është një ligë e keqe e vazhdueshme që gjithmonë kërkon të përparojë dhe të zjerohet. Shikoni numrin 4. Mbasaj ndoshta të marr një pushim, do bëjmë pushim. Shikoni që e vërteta e 4 rreth mëkatit që ta mbajmë mend është mëkati jeton brenda nesh si besimtar duke shuar forcën e tij mbi ne si një ligj. Indwells jeton ose banon na banon brenda nesh si besimtar. Banon tek ne. Duke ushtruar forcën e tij mbi ne si një ligj. Banon tek ne. Shiko tek mëkati, tek Romakët 7:13, mëkati që banon në mua. Vargu 20, mëkati gjendet në mua. 21, unë zbuloj këtë ligj që e keqja gjendet në mua. Vargu 22, unë gjej kënaqësinë në ligjin e Zotit sipas njëjtë të brendshëm, tek njëri i brendshëm, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën skllav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia, që është në gjymtyrët e mia. Tek është një gjuhë shumë e madhe aty që tregon të vërtetën e madhe që mëkati ekziston jashtë nesh, por gjithashtu mëkati banon brenda nesh. Tek ne është një kancer i gjallë që është brenda nesh, që banon tek ne, që mbush neve. Dhe mëkati është i fuqishëm, ushtron atë forcën e tij tek ne si një ligj. John Owen, një shkrimtar puritan, ka një efikacitet dhe fuqi të madhe në mbetorinat e mëkatit që banon tek besimtarët. Dhe ai ka një prirje të vazhdueshme drejt së ligës. Ne duhet ta dimë këtë. Herët në jetën time të krishtere, njerëzit nuk më treguan këtë, dhe unë nuk kisha asnjë kategori për ta kuptuar që e keqja e liksia që do ta shikoja që vepron brenda nesh. Mendimi im ishte, unë nuk jam i krishterë, do të thëshëm, ose thjesht Ungjilli nuk është i vërtetë. Por Bibla në mënyrë të qartë afirmon që tek besimtarët ne kemi mëkatin që banon brenda nesh, është i fuqishëm dhe vepron brenda nesh. Tek Galatës 5:17, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit, dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. E dini se çfarë thotë tu? Si një besimtar, ti ke frymën e Perëndisë që gjithmonë është në luftë kundër mishit. Ti ke një mëkat që gjithmonë është në luftë kundër frymës. Ti je në një gjendje konflikti si një person brenda tysh. Dhe rezultati i kësaj lufte, këtij konflikti, është që ti kurrë nuk mund të bësh gjërat që ke qejf të bësh. Pjesërisht çfarë po thotë ai?
ti kur nuk do të jesh 100% i lumtur me çfarë do vendimi që merr, mirë për keq. Nëse ti zgjedhësh të ndjesh frymën, mishi brenda është ulëret brenda teje. Dhe ndërsa ti i jepet mishit, mishi është i kënaqur për fryma bën luftë kundër kësaj. Nuk ka mënyrë, çfarë do gjë që ti zgjedhësh, ka një konflikt brenda jush, sepse ne kemi mishin që banon mëkati që banon brenda nesh. Është mëkati që banon tek ne. Duke ditur këtë, duhet na bëjnë neve të kujdesshëm. Krishterët kujdesshëm. Sa më të ndërgjegjshëm që jemi për mëkatin që brenda nesh, më të kujdesshëm. Dhe në mënyrën të dëshpëruar, në mënyrën e dur, John Owen thot në këtë mënyrë. Ai thot sa më shumë ta dinë njerëzit këtë ligj të mëkatit që ndodhet brenda tyre, aq më shumë do ta urrejnë atë, po ashtu edhe veten e tyre, dhe më të zellshëm do të jenë për të kërkuar hirin. Njohuria e fuqisë së këtij ligji të mëkatit dhe ne do ta drejtojë gjithë kursin e jetëve tona. Ignoranca rreth mëkatit që banon brenda fuqisë së tij do të ushqejë pakuptueshmërinë, pakujdesërinë, përtatësinë, sigurinë dhe krenarinë, të gjitha këto gjëra që Zoti urren. Shpërtimet e hapura, humbja e ndërgjegjes, mëkatet skandaloze vijnë nga mungesa e konsideratave të dura shpirtërore të këtij ligji. Dini se nëse ne do të ishim të ndërgjegjshëm të prezencës së mëkatit që banon tek ne dhe të merret që mëkati që banon ne, natyra e tmerrshme e kësaj natyre ne kur nuk do të zgjohemi në mëngjes dhe thjesht fillojmë ditën tonë pa i thirrur më parë Zotit dhe të shkojmë në fjalën e Tij. Dhe t'ia përkushtojmë veten tonë Atij dhe t'i kërkojmë Atij ndihmë. Ka të krishterë që e dinë mëkatet nuk janë problem, ata janë problem. E dinë që ka ato gjithmonë, po ka të krishterë pra që mohojnë mëkatin brenda tyre dhe ato nuk janë në mënyrën e duhur të dëshpëruar, nuk po praktikojnë disiplinat siç duhet, në mënyrë që të kërkojnë ndihmën e Perëndisë dhe të merren në mënyrë efektive me mëkatin që banon tek ta. Ata që mohojnë më shumë mëkatin janë ata të pakujdesshëm. Dhe kështu, kjo është fakti i 4 që do donim që ju ta mbani për rreth mëkatit, kjo që mëkati banon brenda nesh dhe ushtron forcën e tij mbi ne si një ligj. A ka qenë inkurajuese deri në këtë pikë?